Ekziston një kafshë kaq e fortë sa as helmi i kobrës, as nofulat e luanit, dhe as një rrëzim i dhunshëm nuk mund ta ndalojnë. Honey Badger. Lëkura e tij është e pabesueshme, e trash, e lirshme dhe elastike, si një kostum armature që nuk qahet lehtë. Nëse një grabitçar e kap, Honey Badger rrotullohet dhe kundërsulmon. Kafshin kobre, thumbi makrepi, shumë kafshë vdesin me njëherë. Honey Badger thjesht bie në tokë, fle pak dhe ngrihet përsëri sikur s'ka ndodhur asgjë. Kur rreziku afrohet shumë, ai lëshon një erë të fortë nga gjendrat anale, një aromë aq e fuqishme sa huton grabitçarët dhe madje mpin bletët për një moment. Honey Badger janë jashtëzakonisht të zgjuar. Përdorin trungje si shkale, shtyjnë gurës si platforma dhe madje përdorin shkopin. Thonjtë e tyre janë si buldozerë të vegjël. Ata krijojnë një strehë nëntoksore për më pak se 10 minuta. Ata sfidojnë në luan, leopard, hienat dhe madje piton gjigant. Jo sepse janë të pamend, por sepse analizojnë rrezikun ndryshe. Me reflekse rufe, Honey Badger janë ndërgjuetarët më të mirë të gjarpërinjve. Kobra, mamba e zezë. Koka e tyre është e trash, kafshimi i tyre thyen guaskat e breshkave dhe shtylla e tyre kurrizore funksionon si amortizator, duke i mbrojtur nga rënie dhe përplasje të forta. Shikimi nuk është i përsosur, por nuhatja është e mase e fuqishme dhe ju udhëheq në errësirë dhe rrëmujë. Honey Badger është një nga krijesat më të pamposhtura në gjithë botën e egër.